Fillimi I mençurisë është heshtja dhe vëzhgimi. Kur largohesh nga gjithçka që të pengon, çdo gjë fillon të përmirësohet. Mençuria e vërtet fshihet në gjërat e thjeshta të jetës. Është më mirë të punosh 16 orë për ëndrrën tënde sesa 8 për ëndrat e dikujt tjetër. I mençur është ai që mëson nga gabimet e veta. Çdo ditë jetoje jetën që ti zgjedh, jo atë që të tjerët duan për ty. Heshtja është një formë urtësie që mendjet e paditura nuk e kuptojnë. Korrigjojeni të mençur dhe do të bëhet më I mençur, korrigjojeni budalla dhe do ta kesh armik. Mençuria është injorosh fyrin dhe të mos I kthesh me të njëjtën mënyrë. Kur e kupton se nuk je humbës, asgjë nuk të lëkun. Për të pasur sukses nuk mjafton të zbulosh qëllimin tënd në jetë, duhet edhe guxim për ta ndjekur. Fokusoje veten aq shumë për mirësim, sa të mos kesh kohë për të shpërqendruar. Falja nuk do të thotë të pajtohesh me gabimin, por të çlirohesh nga një peshë që nuk e meritoje. Mos u kënaq me të pranueshmen, jep maksimumin. Realiteti ndërtohet sipas përpjekjes. Maturia është të largohesh nga ata që dëmtojnë pashën tënde të brendshme. Qëndro larg njerëzve negativ, ata kanë një problem për çdo zgjidhje. Rrethohu me njerëz që ëndërrojnë njësoj si ti. Kur qëllimet e tua janë më të rëndësishme se festat, mirë se erdhe në klubin e suksesit. Mbroje vete me buzëqe që ofendo me heshtje, fito me indiferencë. Kur ke një qëllim të qartë, çdo sakrifis merr kuptim. Askush nuk mund të mposhtë që Zoti ka zgjedhur për të fituar. Ka njerëz që nuk mund të shërohen sepse nuk duan të lëshojnë atë që I sëmuri. Kur nuk të jepet mundësia, duhet ta krijosh vetë atë. Jeta mëson vetëm ata që duan të mësojnë. Të tjerët I përul. Mos thuaj gjëra pa menduar, një heshtje në kohë vlen më shumë se një fjalë e gabuar. E mira e kohëve të vështira është se largojmë miqësitë e rreme. Ki durim për të shpresuar më të mirën, besim dhe forcë për të luftuar dhe për të gëzuar jetën. Çdo vështirësi mban në vete farën e një përparësie të re. Mos lyp as dashuri, as miqësi, as vëmendje. Nëse nuk jepën me dëshirë, nuk vlen. Ki plane që të bëjnë të ngrihesh me entuziazëm çdo mëngjes. Fituesi është thjesht një humbës që nuk u dorëzua. Injoro gjithë kaosin përreth dhe qëndro I përqendruar te qëllimi yt. Mendo ndryshe dhe do mësosh diçka të re, vepro ndryshe dhe do arrish rezultate të reja. Do t'i realizosh ëndra kur të ndalosh I përqendruar me gjëra që s'kan lidhje me to. Nëse askush nuk do të vijë me ty, shko vet, rrugës do gjesh njerëz si ti. Është e çuditshme si disa njerëz ndalojnë së pëlqyeri kur nuk I bën më qefin. Nëse të kanë lënë pas dore, mos I shqetëso më kur. Mund I japësh dikujt botën dhe të mos kesh asnjë vend në të. Mbaje mend këtë. Puno fort që të mos presësh fundjavën për të bërë atë që do. Ëndërro madhërisht, por mos ki frikë të nisësh nga e vogla. Lutu me zemër, sepse lumturia që po vjen do të razojë shumë njerëz. Mos u gabo, ata që nuk të kërkojnë, nuk të mungojnë. Nuk je prioritet për ta. Urojmë të dimë ndryshimin mes të priturit dhe humbjes së kohës. Ata që nuk luftojnë me ty, nuk meritojnë të jenë pranë pas fitores. Dëgjoj çfarë njerëzit tonë ku janë të zemëruar, është ajo që kanë dashur të thonë gjithmonë. Do të gabojnë me ty dhe do të përpiqen dhe të bindin që je ti fajtori. Mëso të thuash, nuk mundem, nuk dua, nuk e bëj, ndalo s'kënaqur të tjerët. Zgjohu çdo ditë me dëshirën për gjëra të mira, jeta ta kthen. Nuk ka pushim, fundjavë apo fes kur ndjek ëndrat e tua. Është më e lehtë që një klient të bëhet mik, sesa një mik të mbështesi klient. Mos u nxit, gjërat e mira kërkojnë kohë për të ndodhur.
ndero prindër dhe respekto Zotin, për ndryshe nuk I detyrohesh askujt. Largo nga ata që flasin vetëm për të demoralizuar. Nëse nuk po gabon, nuk po përpiqesh mjaftueshëm. Nuk ka gjë më të rrezikshme se të jesh I lumtur përballë një personi ziliqar. Ata që investojnë në besim nuk kanë nevojë për fat. Më shumë do të mbështesin të panjohurit se sa njerëzit pranë teje. E di çfarë ka për te frikës, gjithçka që dëshiron. Dhe mësimi I fundit, çdo ditë përpiqu të jesh më mirë se dje, dhe falendero Zotin që ke ardhur deri këtu.